në raport me Zotin ton, ne kemi shumë emra që i meritojmë. Dhe me çfarë do emri që do ta thirrte Allahu xhalla xhala do të ishte emër që nuk do duhet na shqetësonte, por është emër që e meritojmë. Për shembull, nëse Allahu do të na thirrte për t'ju përgjigjë Allahu xhalla xhala, për shembull, o të mirë, o të dobët, o të varfër, o mëkatar, çdo emër ana përshtatet në raport me Allahun, po. Ky emër mund të jetë ofendues kur na e thrasim njëri tjetrin kështu, nuk bën ta thrasim kështu njëri tjetrin, nga se duhet të përzgjedhim thirrjet e duhura karshi njëri tjetrit. Por Allahu më na thirr, për shembull, o të shkret, o të gjotë, a lëndohesh? Jo. Nga se i tillë në raport me Zotin, o i varfër me tillë, o ti që nuk din asgjë, që nuk je në dorën tënde asgjë, kështu Allahu më thirr. A do të ishte thirrje që të përket? Padyshim se po. Po. Mirë, po Allahu gjitha këto thirrje që i meritojmë, edhe do të ishin të duhura, nuk i ka përdorur. E ka përdorur thirrjen më të ndershme të mundshme. E ka përdorur thirrjen e besimit, o ju që keni besuar. Nga se në këtë nivel dënë Allahu me na pa. Në këtë nivel dënë Allahu me na gjetë, në nivelin e besimit. Pra ne kur Allahu të thret në emër të besimit, të thret për shkak se e pritshme është se në emër të çka je thirr më u përgjigj. Në emër të çka je thirr më u përgjigj. Po thuaj se çdo thirrje tjetër ti e meriton, por jo mjaftueshme të motivon më u përgjigj. Jo mjaftueshëm të motivon më u përgjigj. Dhe kur Allahu na thot në emër të besimit, na thot se kjo thirrje me këtë emër realisht është motivi i mjaftueshëm për të përgjigj. Andaj nëse nuk përgjigjeni, se keni kuptuar nderin që u dhash, të jeni besimtar. Ne përgjigjemi, agjerojmë për të treguar funksionalitetin e besimit dhe pranimin e nderimit nga Allahu xhallahu që na ka bërë besimtar.